Alba sheh Limin duke u afruar dhe duke kaluar kohë me Dolçen. Në fillim duket sikur ajo e vëzhgon në heshtje, por brenda saj ndjen një stujë emocionale që rritet çdo sekondë. Një ndjenjë xhelozie e fortë fillon të përhapet dhe trupi i saj dridhet ndërsa shikimi nuk largohet nga Limi dhe Dolçja. Pak nga pak, emocionet e saj shpërthejnë dhe Alba nuk mund ta mbajë më brenda. Ajo fillon të qajë dhe lotët e saj rrjedhin pa ndalim. Çdo grimcë e emocioneve të saj tregon për zjerjen e mllefit, dhimbjes dhe mllefit të brendshëm. Ndërsa shikon Limin duke i kushtuar vëmendje Dolçes, zemra e saj ndihet e tradhtuar dhe e lënduar, dhe xhelozia e saj fillon të marrë kontroll mbi të gjitha mendimet dhe veprimet e saj. Në këtë moment, Alba fillon të bërtas dhe të shprehet me një mllef të madh: se ta tragoj unë ty, legen." Fjalët e saj bien rënd në dhomë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve të tjerë. Ata ndalojnë çdo gjë që po bënin dhe përqendrojnë syt tek Alba, e cila duket plotësisht e çmendur nga xhelozia dhe mlefi. Frymëmarrja e saj është e shpejtë, trupi i dridhet dhe çdo shprehje e fytyrës tregon se emocionet e saj janë të pakontrollueshme. Ndërkohë, Limi dhe Dolçja e vënë re shpërthimin e Albas, por nuk e ndërpresin veprimin e tyre. Ai përpiqet të sillet i qetë, por qartazi shikimi i tij bie mbi situatën dhe duket se ai ndjen presionin që krijon shpërthimi i Albas. Dolçja qëndron pranë tij, pak e befasuar nga intensiteti i reagimit, por gjithashtu e kupton që situata ka marrë përmasa dramatike. Alba, ndërkohë, nuk ndalon. Emocionet e saj janë kaq të forta sa çdo minutë e kaluar duke i parë ata rrit pa kënaqësinë dhe mllefin. Ajo fillon të lëviz shpejt nëpër dhomë, duke u përplasur me gjërat përreth, duke bërtitur dhe duke qajtur në të njëjtën kohë. Banorët e tjerë përpiqen të kuptojnë se çfarë po ndodh, disa afrohen për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerët qëndrojnë mënjan duke ndjerë tensionin e madh që ka mbuluar shtëpinë. Çdo veprim i Limit dhe Dolçes duket se e shton më shumë mllefin e Albas. Ajo nuk mund të pranojë të shohë të tjerët duke u afruar me të cilin ajo ndjen të drejtën e saj për të qenë pranë. Çdo sekond shton dramatizmin e momentit dhe ndjenjat e saj të xhelozisë çndërrohen në një shpërthim të plot emocional që mbush ajrin me tension. Ky episod zgjet për disa minuta, ku Alba vazhdon të shprehet, të bërtas dhe të qajë, duke lënë të kuptohet qartë se xhelozia dhe mlefi i saj janë të pakontrollueshme. Atmosfera brenda shtëpisë bëhet elektrizuese, çdo shikim dhe çdo veprim i banorëve të tjerë rrit tensionin, duke e bërë momentin të ndjerë për të gjithë. Në këtë mënyrë, shpërthimi i Albas nuk është vetëm një reagim momental, por një pikë kthese emocionale e cila do të ndikojë në dinamikën dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë për ditët që vijnë, duke e bërë këtë një nga momentet më të forta dhe më të komentueshme të episodit.